Fituesi i turneut ndërkombëtar, kushtuar një figurë të spikatur si Ahmet Petrova Hyseni, është ekipi i veteranëve të Ferizajt. Në këtë moment kam Fisnik Jasharin që ka në dorë dhe trofeun që sapo fitoi ekipi i Ferizajt, por ndërkohë është edhe presidenti i klubit të handbollit të Ferizajt Kastrioti në kampionatin kombëtar të Kosovës, që pikërisht dje keni fituar ndaj ekipit të rival në ligën e Kosovës dhe direkt nga fitore e djeshme sot në veteranët. Dy suksese të një pasnjëshme. Urime. Faleminderit shumë, faleminderit. Unë ndihem i privilegjuar arisht se Ahmet e kam njoft si qon i ri, se ka qenë mik i babait tim, shok i ngushtë, shok i punës, edhe bashkëpunëtor në klubin legjendar të qytetit me emrin e Borsit që e ka pas sot, që e ka Kastrioti i Ferizajt. Dua ta ceki një gjë që klubi ynë që unë sot trashëgoj postin e presidentit, pikërisht trashëgon këtë emër Kastrioti nga zotri Hyseni, nga Baca Ahmet, që ka kontribu shumë në klubin tonë dhe në sportin përgjithësi në qytetin e Ferizajt dhe në mbar Kosovën, e sigurisht mund me thonë edhe në tërë trojet shqiptare. Ndjeni krenar që vazhdoni punën e nisur prej tij traditën e udhëheqjes disa vjeçare të klubit Kastrioti nga... Sigurisht thash, jo që jam krenar, ndihem krenar, po ndihem edhe i privilegjuar që unë sot jam pjesë e këtij klubi kaq të madh. Edhe pse kam bërë karrierë edhe si lojtar aktiv, dikun tash të bëhen më shumë se 25 vite aktiv si lojtar, pastaj si gjyqtar i handbollit. Ka 2 vite e pak që jam president i klubit edhe kemi pas një histori goxha të mirë, sepse klubi nuk ka qenë ndoshta në momentet më të mira, mirë po e kemi arrit krenarin, e kemi arrit të bëjmë më të mirën për qytetin tonë, sepse Ferizaj njihet si djepi i handbollit shqiptar, mbar shqiptar. Ndihem krenar edhe për faktin që sot palestra Bill Clinton mbushet me tifozë, me dashamirë të handbollit, jo vetëm nga qyteti i Ferizajt, por nga mbar trojet shqiptare që e dojnë dhe jetojnë me handbollin. E kthehemi tek turneu. Pjesë e këtij turneu ndërkombëtar ishte edhe vllaznia e veteranëve të Shkodrës pra në handboll. Një vllazni që bashkëpunimit i ka të shpeshta me Kosovën dhe kryesisht me Ferizajt. Unë them me vllazninë e Shkodrës, me qytetin e Shkodrës jem të familiarizuar, jem të mishruar. Sa herë ka evenimente të tilla si në Shkodër, ku gjithmonë na ftojnë domosdoshmë për ndeshje, për turnire, sidomos për nder të një ish handbollistit vllaznisë Shkodrës dhe ish udhëheqës i klubit, siç ka qenë Nikolini, një mik i jonit që sot është në amshim me shumë dëshirë, me shumë dashni, me shumë qef vim në Shkodër, i takojmë këta miq sepse jemi familiarizuar me ta edhe ndihemi si në shtëpinë tonë. Besoj që njëjtë ndihet edhe ekipi vllaznisë, këta shokë tonë, këta miq tanë, kalojmë momente shumë të mira. Sporti bashkon. Sporti është ambasadori më i miri i çdo vendi. Jo që na jem 2 shtete, na jem një shtet realisht, i kemi ngjyrat, e kemi flamurin, po fati ka dashur të jemi 2 shtete ndryshme, sot edhe garojmë në liga të ndryshme ndoshta. Me të drejtën, më dhem fakti pak që handbolli e ka një ramje në përgjithësi, edhe e shoh edhe te ne në Kosovë, edhe pse po mundohemi me mbajt në maksimum në pikën më të lartë, më dhem fakti që në Shqipëri çalon në këtë drejtim, pak ka organizim, liga nuk është shumë aktive. Mendoj që udhëheqësit e sportit në Shqipëri duhet me mendu pak më shumë edhe në raport me handbollin, ta promovojnë më shumë, ta ngrisin nivelin, pse jo tjetë në ato nivelet e larta, garon edhe në talmën e afërt, edhe në gara ndërkombëtare, siç po kemi fatin edhe ne, bë suksese, përfaqësojmë qytetin edhe Kosovën, edhe në gara ndërkombëtare. Rëndësishme është që bashkëpunimi Shkodër-Ferizaj ka qenë dhe vazhdon të jetë efektiv dhe krahas të tjerave ka në themel dhe kontributin e 2 ish-presidenteve të vllaznisë, ish-presidentit Nikolin Karroca dhe ish-presidentit tuaj të Ferizajt Ahmet Hysa Petrova,
të cilët sot nuk jetojnë dhe turnet ndërkombëtar që organizon Shkodra dhe Ferizaj janë një urë bashkëpunimi pikërisht në ndërim të këtyre figurave. E thash, ndoshta kjo është më e pakta që duhet bëjmë për personalitetet tilla siç ka qenë zotëria Ahmet Petrova dhe miku ynë i madh Nikolin Karroca. Është e vërtetë që gjurmë që i kanë lënë ata në sportin e handbollit, historia shkruan për ta dhe do shkruaj edhe do ndihemi shumë krenar për punën që kanë bërë edhe trashëgiminë që e kanë lënë mbas ku jemi ne sot mbledhemi për nder tyne, i nderojmë dhe i respektojmë. Isha me Fisnik Jasharin, pikërisht presidentin e klubit handbollit Ferizaj Kastrioti këtu në Kosovë, që është lider në handbollin kosovar, por njëherëzi edhe një handbollist veteran që sot fitoi trofeun pikërisht në nderim të emrit Ahmet Petrova, urime Jashari. Faleminderit edhe njerë, faleminderit edhe për juve gazetarin nderuar, sepse ju dhe gazetarët, mediat e ndryshme bëjnë të mavundërën edhe bëjnë më të mirën ta promovojmë sportin. Kjo është diçka shumë e madhe edhe meriton shumë respekt. Faleminderit edhe shëndet e çdo të mira Shkodrës, qytetit më të mirë shqiptar që me të vërtet e duam, unë personalisht e du shumë edhe e adhuroj. Faleminderit shumë. Respekte, miru takosh në Shkodër, mjarëshi. Gjithsesi është shtëpia jonë e dytë atje. Faleminderit.